kur njëri flet për Ebu Bekrin radiallahu an, nuk ka mundësi për Ebu Bekrin me fol e që mos të një farë turpi dhe marrëje dhe frikë që i vjen nga thellësia e zemrës kur flet për Ebu Bekrin radiallahu an. Ebu Bekri radiallahu an është burr ama jo si burra tjerë. Si që kam përshkru, rajulun la kerrijal, wasiratun la kessir. Burr ama jo si burra tjerë. Jetë përshkrim ama jo si jetë përshkrimet e tjerëve. Dallon krejtësisht Ebu Bekri radiallahu an. Edhe Allahu azza wa jalla ka dallu, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dallu, dhe në ummet është i dallum prej kohës kur ka jetuar deri sot. Për këtë shkak të folurit për Ebu Bekrin radiallahu an, pa pikë dyshimi. Pa pikë dyshimi na duhet mu paskon mundësia mu kthy ka sejdë me ra shukër, sejdë, falënderim ndaj Allahut azza wa jalla që na ka mundsuar me fol për të. Do me thonë, veç mundësia për me fol për Ebu Bekrin është që duhet të falenderohet Allahu për të. Po nuk është edhe lehtë me fol për Ebu Bekrin radiallahu an, për një njeri i cili krejt jetën e tij prej kur i ka besu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam deri kur ka përfundu misioni i Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe e ka marrë mbi supet e tij Ebu Bekri këtë mision dhe e ka dorëzu pas 27 muajve parafërsisht. Njeri nuk ka ditë me pas një ditë të barabart me ditën paraprake. Gjithmonë u kon në shtim, gjithmonë u kon në ngritje, gjithmonë u kon duke shku të nalt Ebu Bekri radiallahu anhu. A ka mundësi që dikush të flas për Ebu Bekrin dhe të jap hakun ligjerimit, dersit për Ebu Bekrin radiallahu anhu, e din që vetën e tij një mas miri shkon çdo ditë në mangësim e jo në shtim. Nëse ka mundësi dikush ma përmen një njeri që prej tim sot islami ma burimur pos Ebu Bekrit radiallahu anhu, le të merr guximin, le të përmen. Kush është ai? A është filan fisteku nga dietarët? Kur? S'ka qenë dhe s'do tjetë kur deri në ditën e gjykimit. Njeri ma merituar që mu mësoj islami sipas ti është Ebu Bekri radiallahu anhu. Kur e mëson Ebu Bekrin radiallahu anhu, e ki mësoj islamin. Ka në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që kej do t'i përmenim këtu inshallah. Ebu Bekri dhe Omeri janë ke sem'i wal basar. Ebu Bekri dhe Omeri janë sigur se ndëgjimi dhe shikimi për njerin. Apo dënë ti me kuptu fen, ja ki me lexu, ja ki me ndëgju. Apo për me kuptu diçka, ose ki me lexu me sy, ose ki me ndëgju. Apo dhe me kuptu fen, Ebu Bekri dhe Omeri. Ebu Bekri dhe Omeri ta kallzoi islamin. Ata i ka bua Allahu azza wa jall me qenë delegat të islamit gjallë, që ata ku kanë qenë është bart komplet kuptimi i fesë së saktë. Për këtë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë iqtadau billadhaini min ba'di, ndjekeni rrugën atyre që do të vinë pas meje, atyre dyve. Edhe ka bua me shaj Ebu Bekri dhe Omer. Ebu Bekri radiallahu an është ai që Allahu subhanahu wa ta'ala e quajti në Kur'an shoqëruesi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu azza wa jall në Kur'an nuk e përmendi si shoqërues i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dikën tjetër posti. Dhe Allahu azza wa jall i qortoi dhe u atërheqi vrejtjen krejt njerëzve, edhe me një dozë të kërcënimit. Për jashtim kishte veç një njeri, ai ishte Ebu Bekri radiallahu anhu. Dhe Allahu azza wa jall tha wala sawfa tarda, ti kime arrit atë që kënaqesh. Dhe Allahu azza wa jall për të tha wala ya'tali ulul fadli minkum, njerëzit e ndershëm të ngritur mes në ju nuk e meritojnë që të mirën me punë të ulta, po them kushtimisht. Njeri i ngritur që u përmend këtu është Ebu Bekri radiallahu anhu. Do të thot Allahu azza wa jall e lavdëroi në Kur'an. E lavdëroi jo me emër, po me cilësi. Sepse ka mundësi dikush ngjason me dikën në emër, ama njëri është shumë i mirë, tjetri jo aq i mirë, emrat i kanë të njëjtë. Ndërsa kur përmenden cilësitë dhe virtytet, përzihet mu ai me këta. Kur nuk përzihet, se dihet për kënë është fjala. Për këtë shkak edhe Allahu azza wa jall se përmendi Ebu Bekrin radiallahu anhu me emër, përmendi me cilësi dhe me virtyte që mos të përzihet kur deri në ditën e gjykimit. Thot Allah azza wa jall walladhi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Ai që erdh me të vërtetën, ai që erdh me të vërtetën me hakun,
Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Wa saddaqa bihi, edhe ai që më njëherë ja pranoi saktësinë e misionit të tij. Kush është ky që më njëherë ja pranoi saktësinë e misionit të tij? Kush është wa saddaqa bihi? Më njëherë. Si i erë shpallja Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ky ishte i gatshëm të thonë ti je dërguari i Allahut. Kur se ke thonë të kotën, kur s'ke gëni, kur s'ke mashtru. Kush është ky që në momentet kritike që i kishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur e pa Xhibrilin alaihi salatu wasallam që u paraqit me 600 palë krah, krejt qiellin e mbuloi, saqë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam filloi që t'i dridhet trupi, saqë tha khiftu ala nafsi, mendova që kam vdek. Prej frikës të madhe, së që filloj mu dridh dhe i tha zemmiluni dhe thiruni, më mbuloni, dridhaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kish nevoj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që të gjej një njeri i cili e qetëson. E Allahu azza wa jall ja dërgoi dy, Khadijën radhiyallahu anha dhe Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Ajo Khadijëja mbrenda shtëpisë dhe Abu Bakri radhiyallahu anhu para njerëzve. Kur u dërgu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me thirr, krejt njerëzit e ngritën zërin dhe than je i çmendur. Abu Bakri radhiyallahu anhu tha bel anta sadiqun ya Rasulullah, ti je të thonë vërtetën o i dërguari i Allahut azza wa jall. Ishte shtylla kryesore që Allahu azza wa jall përmes tij e stabilizoi dhe e qetësoi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Por Allahu azza wa jalla mbushi zemrën e Abu Bakrit radhiyallahu anhu njëherë me iman dhe me qetësi dhe tha fa anzala Allahu sakinatahu alayhi. Allahu e zbriti qetësinë shpirtërore në zemrën e Abu Bakrit radhiyallahu anhu. Do të thotë jemi duke folë për një njeri që Allahu azza wa jalla u kujdes për zemrën e tij. E pastaj e bëri atë kujdestar, ndihmëtar për krahas të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e bëri atë shkak. Allahu azza wa jalla bëri atë shkak që të vazhdoi misioni Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por shkak se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e përjetoi shumë rën shpalljen dhe përjetoi shumë rën për gënjeshtrimin. E Allahu azza wa jalla ndihmoi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam dhe e përkrahi dhe e qetësoi me Abu Bakr. Një njeri i cili ndëgjon për Abu Bakrin, edhe ndëgjon për Abu Bakrin dhe ndëgjon për Abu Bakrin, thot ky njeri e ka një vetën të sigurt, Allahu e ka përmend dhe ka thonë kime arrit atë që të kënaq, dhe ka thonë saddaqa bihi, dhe ka thonë fa anzala Allahu sakinatahu alayhi, e ka zbrit qetësinë shpirtërore. Ti e mendon që ky ka pas deri diku një dozë të garancionit, ka pas garanci që unë i kam kalu do far probleme, më jam pak më i qetë. Abu Bakr radhiyallahu anhu ishte krejtësisht në të kundërtën e saj. Thoshte Abu Bakr radhiyallahu anhu lejteni kuntu kepshen. Të isha ku një dash që një besimtar mon edhe më therë me bismillah, thot edhe përfitojnë prej meje, si prej mishit tem, si prej leshit tem, edhe nuk dalë për Allah me e vlogari. Nuk dalë për Allah me e vlogari. Kur i vind të dikush dhe i thënte ja Abu Bakr, ente wa ente wa ent, o Abu Bakr, ti e aj që ki buja përmend fjallët e mira, thot të surruni o la të gurruni, më gëzan për nuk më mashtran, më gëzan fakti që jëmë konë Allah më ka përdor këto dhe këto dhe këto, për nuk më mashtran, se me tu me lavdatët e juve nuk hynë gjenet ali. Si që thanin Sufjan Thauri rahimahullah, i thanin të kena pa në gjenet në andër, tha unë e di vetën tema mirë se sa andrat e juve, unë e di vetën tema mirë se sa andrat e juve. Do të thot nuk u mirëthe me tu ai që e din se ka me dalë për Allah të zogjel dhe mu llogarit vet. Wala qad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra, dhe keni mu kthy për Allah tek ne furada, dvetmum, çashtu që kam sjell njët në kësaj bote, dvetmum, se cili atë llogarin e ka për veti. Kullu nafsin bima kasabat rahina, se cili shpirt është peng i punëve të veta. Nuk gëzohet e as nuk mashtrohet me fjalët e dikujt tjetër. Nuk gëzohet e as nuk mashtrohet me lavdata e dikujt tjetër. E din që atë ditë llogarin s'kan me ta majt njerëzit, pa atë ditë llogarin e ka Allahu azza wa jall, që thot wa nada'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyamati fala tudhlamu nafsun shay'a. Dhe ditën e gjykimit ne i vendosim peshoret e drejta si bëhet pa drejtësi askujt.
wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Edhe nëse është një punë sa kokra e vogël e melit, diçka shumë e emët, na sjellim atë dhe mjafton që na kena me llogarit ditën e gjykimit. Ai që e njeh kështu Allahu azza wa jall del me rezultatin e Abu Bekrit radhiyallahu anhu, smashtrohet. Ai i cili nuk e njeh Allahun mashtrohet. Dhe për këtë shkak, dhe mu për këtë shkak po dëshirojna me mësu jetën e Abu Bekrit radhiyallahu anhu, që me pas se çysh bëhet baraspesha mes dituris ama jo mashtrimit. Dituri ama jo dituria me çun siguri, e siguria me çun mashtrim, e mashtrimi me përfundu me ty në zjarr xhenemit. Është një njeri i cili është shtu dituria sa që s'ka ma ditur në met se sa Abu Bekri radhiyallahu anhu. S'ka ma ditur në met se sa Abu Bekri radhiyallahu anhu. Nëse dikujt veç i shkon menja që ka mundësi dikush më kon ma i ditur, ai do të më pendu pe i mendimit ti që i ka shku menja. Edhe e sheh Abu Bekri radhiyallahu anhu çdo ditë në shtim tu ngrit, edhe çdo ditë ty shtu doza e frikës, çdo ditë ty shtu doza e rrezikut që e pret. Jo që se ka besu fjallën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, po si ka besu veprave, punës së vet. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam padyshim ka thonë të vërtetën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hutbën e tij që moti në fund të jetës së tij, kur përmendi të mirat që ja kanë bën njerëzit atij dhe pastaj që i ka kthy ato të mira, tha: inna min amanni an-nasi alayya bimalihi wa nafsihi Abu Bakr. Njeri që ja kom po hajrin mas shumti, pasurisë, shoqërimit të tij është Abu Bekri. Krejt kush na ka bonit mirë ja kemi kthy, ndërsa Abu Bekrit po presim që Allah m'ja kthy se s'mujna m'ja kthyna. Abu Bekri radhiyallahu an, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po thot: une nuk muj me ja kthy të mirat, nuk muj me falenderu Abu Bekrin radhiyallahu anhu për mirësitë e tij, po Allahu azza wa jalla yukafihi Allahu azza wa jalla yawm al-qiyamah. Është përblen Allahu i madhërisht atë ditën e gjykimit. Nuk ka mundësi atina më jap diçka që e arrin, më thon me çka që ke pagu borxhin, s'ka. Abu Bekri radhiyallahu an ma i mëshirshëm i ummetit. Si shkar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: arhamu ummati bi ummati Abu Bekr. Njeri më i mëshirshëm i ummetit tim për ummetin tim është Abu Bekr radhiyallahu anhu. Do thot një njeri i cili ishte si tuf e mëshirës, ku të shkonte veç lente gjurmë saj, ishte Abu Bekr radhiyallahu anhu. Dhe mu për këtë shkak Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në çdo rast që u desht me lon dikon, gjithmonë Abu Bekrin e lente pas tij. Dhe kjo është nga privilegjet e tij. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk shkoi në haxh e dërgoi Abu Bekrin radhiyallahu anhu në vitin e tij. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u smu i tha: fel yusalli bin nas Abu Bekr. Le të falet si imam i njerëzve Abu Bekri radhiyallahu anhu. Abu Bekrit nëse i prishej çefi disponimi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i prishej disponimi. Kur dikush e don dikon shumë, tazom dy shokjen, e dojnë njëri tjetrin shumë. Kur takohen, disponimi njëri ka lënë të tjetri. Nëse e sheh ato që e don, se është moralshëm, automatikisht edhe ky mrollet. Pse? Se thot ai s'ka kanë disponim, edhe on ç'është jo. Nëse e sheh që është në gëzim e ky u kon në mërzim pikëllim, gëzohet se e pash ato. Veç me takimin me te, veç me shikimin në fytyrën e tij gëzohet. Abu Bekri dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishin kështu. Një herë u hidhru Abu Bekri radhiyallahu anhu me Omerin për një meselë të caktuar. Edhe erdhi Abu Bekri radhiyallahu anhu tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe po vrehet çështi mërzitur. Tha: kana baini wa bain ibn al-Khattab shay. Mas me edhe Omerit patëm diçka në muhabet. Veç u vrej që është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se majti këtë në veti. E çka buni Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? I mledhi njerëzit në xhami. I mledhi njerëzit si namaz, më fal. Dhe u ngret majti fjalim: fa hal antum tariku li sahibi? Apo ma leni shokun rahat? S'pi intereson kush është ai tjetri. Apo ma leni shokun rahat?
edhe ja nisi me ngrit zonën, sa që sahabët kur e shihnin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në kësi pozite, thonin radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Jemi të kënaqur me Allahun për Zot, me Islamin, fe dhe me ty i dërguar i Allahut si pejgamber. Që veç me qetësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u hidhru, veç pse dikush ka hidhur Abu Bekr radhiyallahu anhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte smut. Në ditët e fundit të jetës së tij, i tha thuajini Abu Bekrit le del imam, gratë nuk e përçun mesazhin mirë dhe Omeri duhet imam namazin e parë. Kur e ndëgjoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam leximin e Omerit, tha la jo Abu Bekri duhet mi pri njerëzve. Abu Bekri duhet mi pri njerëzve. Do të thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam smut, u hidhru, edhe ngriti zërin 3 herë, tha la, jo, nuk duhet Omeri me dal, Abu Bekri duhet me dal mi pri njerëzve. Se e dinte pozitën e tij, e dinte pozitën e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nëse pyes juve kush është pejgamberi më i ndershëm, më i ngritur pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kush? Ibrahimi alayhi salatu wasalam, apo që quhet Khalilur Rahman, i dashur, i përzgjedhur i Allahut azza wa jall. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pas betejës së Bedrit e përngjasoi Abu Bekrin radhiyallahu anhu me Ibrahimin alayhi salatu wasalam. Tha amma anta ya Abu Bakr faqad qulta kama qala Ibrahim alayhi salatu wasalam. Tha o Abu Bekr, ti dhe qëndrimi jot dhe fjalimi jot kësi kurse i Ibrahimit a.s. Do të thot, me kënë ka mundësi mu përngjasu me më të mirën në Ibrahimin a.s. Tha ti je si kurse Ibrahimi a.s. Do të thot, Abu Bekri radhiyallahu an, nëse mirej si shembull për diçka, mirej veç për senet ma superiore, ma të përkryme, nuk ka diçka verzion ma të ri, ma të përkryme, ma të përsos nëse sa, ajo për të cilën mirej shembull Abu Bekri radhiyallahu anhu. Omeri radhiyallahu an, pas periudhës së murtedinve, e pa që Abu Bekri është të synu shumë nalt. E Omeri radhiyallahu an nuk ishte nga ata të cilët thonë, po, kjo është tjetër, nas mujnë, po, gjithmonë synon të me bo gara me te. Ma e gara nuk ishte me, do më thonë, me kriteret barabarta, e din të aj, ama kryesore mos të mesu në mra pa shumë. Thot, edhe e vëzhgoja Abu Bekrin para namazit sabat. Do të thot, nisa në lazni do me kuptu se Islami nuk mësot për i librit, po mësot për i njerëzve. Dhe për këtë shka kush dën me ndryshu për të mirë një shoqëri, një grup njerëzish, ummetin, me bura, me njerëzve bënë nuk e bënë me diçka tjetër. Me xhami nuk ndron ummeti, e me botimin e librave nuk ndron ummeti, e me hapjen e kanaleve televizive në YouTube nuk ndron ummeti, me prodhimin e burrave ndron ummeti. Ky ngritej para sabahut herët Omeri radhiyallahu an, vëzhgon të shpinën e Abu Bekrit. Dhe e shete që Abu Bekri para sabahut po del për shpis. Shkon të vëzhgon që atu bu. Thot një kohë, në vazhdimisht e kom vrejt që kur del, po shkon të një shtëpi e caktume në periferit Medinës dhe po kthehet në xhami dhe mas sabahut apet po shkon të që e shtëpia. Dhe prita deri kur vdish Abu Bekri. Zdashta mi ndërhy. Nuk e kanë akuzuar njëri tjetrin ata, po kanë pos mendim të mirë për njëri tjetrin. Thotë edhe masi që vdish Abu Bekri, shkova të rokita atë derë. Dhe thash, thot Omeri, thot e pash ajuzetun muq'adatun amja, një plak të shtyme në mosh që nuk po lëviz, ullne, thot amja dherbër. Dhe i thash, oj non, oj loke, a ki dikën që t'i kry nevoja të t'nimane diçka? Tha po, Allahu është përbleft, është një njeri i cili vjen çdo ditë. Para sabat e nxën brumin. Thot edhe mas sabat vjen ma pjek një co buk. Thot edhe pak ma rregullon shtëpinë, thot edhe del. Thot
prej kur ka vdek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ç't punë bën ai njeri. Thot nuk e di kush është, se ves, po e kam s'me orar, vjen e kryen këtë punë. Këtu e tha Omeri atë fjalën, laqad at'abta man ba'dak. I ke lodh ata që kanë marrë pas teje. Larg, shumë larg je. Por kë Amet mrapa, jo, këta ishin ngar. Omeri e mur përsi për këtë punë. Omeri ka vepru këtë punë pas ti. Omeri radiallahu an, me të ato gajlet e dynjas që i kesh, e që kemi përmend se gajlet kone Omerit fillun me luftat mëdhaja dhe me fatësit madhe që ka pas, edhe me kone asaj epidemie që ka krejt ato Omeri radiallahu anash, do të me shku me kry një punë se marra dhe tërp është për një njeri cili janis një punë me lonë gjyst. Thot Ibn Taymija rahimahullah, thot për njerëzit që synojnë me ungrit në alt, thot kur ja hapin vetit një shtek të një pune nafile, nëse e braktisin e konsiderojnë që e kam braktis një fars. A janisa një pune, s'ma obligoj Allahu, dhe t'ja nisane, me u këthy mrapa e konsiderojnë që sikur me lonë një obligim, se unë ja qila vetit një. E Omeri radiallahu an pastaj e vazhdoi këtë punë pas Ebu Bekrit radiallahu an, po me dijet plot se qëta ja ka zbulu Ebu Bekrit, ato tjera që s'ja ka zbulu ku me ditë sa janë. Dhe mu për këtë shkak Ebu Bekri radiallahu an është shembulltyra më e mirë dhe më e plot dhe më e përsosur dhe e përkryer e një njeri i cili është eduku nën hijen dhe nën frymën e medresës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çdo gjë, do të thotë çdo gjë, çdo hadith, çdo fetva, çdo fjalë që e nini se Ebu Bekri pas ka pas çet mendim, kur mos e kshur as argumentin e saj, as mos kshur kush ka thon për mëdhëbeve, kur mos e kshur. Mjafton që Ebu Bekri radiallahu anhu ka thonë. Mjafton që Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu e ka përkrah dhe ka mbështet këtë mendim.